votimi? Jo, unë po pajtohem me zotrin Blakaj që do të thotë ky është një ngërç artificial i krijuar prej një situate në një situatë tjetër dhe arsyeja qëndron që i pari pra që duhet të provoj të krijoj qeverinë që është zotri Kurti nuk i ka numrat, po në anën tjetër edhe ish opozita deri më tani nuk kemi parë ndonjë shenjë se ata kanë vendosur të bashkohen dhe në rast se zotri Kurti nuk arrin të formojë institucionet, ata do të bashkohen dhe do të formojnë institucionet. Kështu që në një farë mënyrë kjo zvarritje u ka shkuar për shtati edhe zotrit Kurti të parit që ka dalë në këtë zgjedhje, po në anën tjetër edhe vullneti ish opozitës ka munguar për të qenë korrekte, më saktësisht LDK-ja ka qenë ajo e cila nuk ka shpreh interesim për të bashkëpunuar në themelimin e institucioneve në këtë konstelacion, po pa të bërë edhe atë propozimin që të bëhet një qeveri gjithëpërfshirëse. Megjithatë, të presim e të shohim sepse pas pezullimit të dialogu strategjik ndërmjet Kosovës dhe SBA-s, ish opozitarët uftuan në ambasadën amerikane nga e ngarkuara në punë zonja Prati Pati, kështu që të shkojmë çfarë mesazhe kanë pasur ata aty, a kanë pasur mesazhe se duhet të bashkëpunojnë dhe të formojnë institucionet nëse u vije radha, po pritet të shohim çfarë do të ndodhë pas këtij vendimi që do të shpallë sot gjykata kushtetuese. Po, dhe është përmendur si lloj mundësie, zotri Blakaj, që edhe mund të largohen mandatet këtyre deputetëve për të provuar